I kam një 50 copa lupe viqa edhe një 80 copa dile. Çdo sen pa himi këqyrën nuk hinja as marrëna në shtëpi. Sa antar familjes jeni? Nëjna 18. 18 antar familjes. A jetoni krejt bashkë me një shtëpi? Po, krejt bashkë jetë. A ishi dalë ndonjëherë në qytet për me jetu? Unë personalisht jo. Pse? Unë sen rajë si në kërgjëm. Qëto kam me jetu, qëto kam me vdek, qëto krejt, njërat kam me bo. Që nuk ta vinë me doli jashtë, që po ikin ta trit, as nuk ta vinë me shku në dërtep. Qatarë me shka punon në gërbet, këtu e nëzërë shumë ma shumë. E qka nëse gruja të thatë po du burë me dalë në qytet me jetu? Në del. Në del. Më thaj që grujen e ki prej shehret. Po për shehret, pe gadime sa. So ka në fështirë me bindë për me orën katën me jetu? Po i kim kazu pak për villa. Për atë. Përshëndetje për miqtë e mi. Sot jemi në fshatën 20 të komunës së Ferizajt, ku do të shohim nga afër nga fermieri Deli Paliti se si bëhet puna brenda kësaj veprimtarie. E jeni bashkë me mua që të takohem me Axha Dalip. Axha Dalip, përshëndetje. Përshëndetje. Më vjen mirë që takova. Se vini. Tregona pak jetën tuaj në Jezerz. Trego me çka mirësh. Unë jam fermer i këtu në fshatën 20. Mirëna me bëjsi. Kem pak lop, dele, e qështon jeta ju. Sa lope e dele i keni? I kam një 50 copa lupe viqa edhe një 80 copa dele. Qësh ju shkon puna? Sa është e fshirë mu mirë me këtë? Po i vallaj puna është e shtirë më morë me tu, po i na mësu na babe babgjesh mirë me tu. Do më thamë prej vogël e keni trashëgimi mu marë me bujqësi? Po, me që të bujqësi mirë. A pagojeni mirë? Qësh shkon një muj për juve, familjarisht? Po mirë është, nuk është keq. Nuk është keq, po që sa pe folin nuk është aja është, po mirë është, nuk, se na e kemi një përparësi që e kemi kullosën, i nëshujmë pak në kullosë ma shumë, qaja është përparësia jonë ma e mira, se mirë është. A është Jezerzi një vend ideal për bujqësi, një vend që i përshtatet jetës e juve? Po, është një vend shumë i mirë është, edhe për bujqësi është shumë i mirë, po vëllaj e kanë shu, shumë misa Jezersin e kanë shu. Pse? Vëllaj qatë kohë s'pat rrugë, s'pat kushte, edhe u tërhekën banorët e Jezersit krejt doti. Shumë pak, mund është me një shpia në gishta. Sa shpia për afërsisht kanë betë një Jezerz? S'dolin për 8 shpi. Sa kanë qenë në kohën më hershme? Para luftës janë qenë vllavi junë, u konë regjistër i ka bo, u konë dhesi fshatit, ten 330 shpi janë konë. Do më thamë prej mbas luftës kanë vetë thuj se 8 shtëpi? 8 shtëpi mbas luftës kanë vetë, ketë janë ndalë. Edhe qitash janë këthy një 3-4, se edhe ato janë ndalë, edhe ato janë këthy më marë me qitë bëjësi. Po pse përmënën, sa është jeta e vështirë një Jezerz nëse veç nuk mirësh me bujqësi? Mo që nuk mirësh me bujësi është shumë jetë e shtirë. Nuk i tarë me kërkat tani. Është problem edhe tani me mojtë punën pe këtunit me shumë sheher, si është pak problem. Pse rruga është pak e lartë, për pjesë gjamale, qaja, pa bujësi këtu s'mun është me jetu. Dhe sa mundi me mbulu ju një muj t'juven? Po i mesataren, një mesatare del. A mundemi me po firmën nga ofër që ju e keni Axha Dalip? Po, mundja me po. Po shihet se vendi është i braktisun, po me gjithata ju që jetoni këto e menaxhoni edhe ka vullnet për me jetu në këtë vend? Po, ka vullnet për me jetu në këtë vend. Me firmë, po që ki si e femer, nuk ja vlen me jetu këtu, të vish për turista tani. Do me thonë, këto 8 shtëpi nëse mundemi me i cek 8, krejta gjitha këto shtëpi që jetojnë këto, merren me bujqësi, apo? Gjitha. Qitu shka janë. Prej kësaj do më thonë bjetoni? Po, prej kësaj në bjetojnë. A ka njerëz që vinë me vizitu Jezersin se njët për vend me cilën vizitohen për villa, për pushime? Po, ka shumë. Shumë ka. Ka shumë? Shumë ka Shqipnijës vinë pak ma shumë. A janë afru në herë për me orë me po vendin se qysh jetoni ju këto me qka mirën e? Po. Ka një afru. Edhe Zvistran vinë. Edhe Zvistran? Zvistran janë mamarak, ata vinë na vizitojnë vëllaj shpesh, si. A ju ndihmojnë diçka financiarisht nëse veç kanë qef? Jo, vëllaj, jo. Ata me këtë komunën ato i kanë ato falidet, po na për komunës sens kemë. S'merrni kur gjo prej komunës? Ja. A keni marrë ma herët nëse tash jo? Vaj, kam pas konkurru 1-2 herë, për një kos traktorit, nuk ne kam pas donë.
Nuk keni fitu fondacione? Ja, nuk kena konë fitu si atyne. E pse cila është arsyeja që ju ka thonë? Po kështë janë bo shumë, s'ka rejni ty. Po tu e di që Jezerci si praj pas ka veç 8 shtëpi, qysh mundet me kanë kaq shumë, për mos e pas mundësi me... Po sigurisht, qera fshatra, qera vejne, e ka nasishe, qëtu i kemë. I majmë për lëpt i kemë shumë bëlloj fush, po vish ta vicat e atu, qëtu i kemë. Që sa, pra ju mirëni prej babi babgjësh, pra trashëgimi? Po, babi babgjësh mirë me këtë punë. Sa është e vështirë mu mirë me këtë punë? Po i vallohi, aj që si ka, unë shumë e shtirë. Po aj që ka, mësu me tu, nuk na duket shtirë njëve. Nuk na duket shtirë. Se na dhe çdo sen pa himi këqyrë nuk hi as marina në shtëpi. Hi vizitoj mas pari gjonë, tani hi marina në shtëpi. Pjesa tjetër në altë, a gjëdali me qka e... Me ushqim është. Me ushqim? Po, ushqim i gjonëve. Aktive, po. Po. Sa lopi po atë? I kam 48 sopa me viqa e me lupë. Gjithë kretë. Sa mundet me qenë për shambull nëse veç doni me shqit njënën për tyme? Sa të me kanë qmimi? Po, shmimi qërëm me... Qërëm 30-10-4 është të shku kilogrami. Ta është i më varët qysh është me kilogram. Për afërsisht sa duhet me kanë? Po, ta është 1.000 për pjetë. 1.000 të nëllë? 1.000 të janë 2.000 ka që i mundet me mëri. E qysh kanë qenë qmimet ma herët, pra? Ma herët janë konë shumë adapta. Para 3-4 vjetë janë konë shumë adapta. 2 euro ka pos 2.20 kilogramet, po tash i kanë hypë ushqimet krejt, këpja ka hypë pak. A o kanë vështirë për juve masi veç janë shqit lirë? Sa o kanë dëmshme për juve? Jo, nuk o konë se edhe atëherë konë qmimi konë ma i lirë, por ushqim. Ushqimet janë konë ma të lira. Ta që se janë shtrejtu gjitha? Po, gjitha, shka. E ta është edhe këto. Edhe këto kemë. A ka dikush që ju ndihmon me i këshyrë këto? Po, im familja, im vllaznia. Komplet, do më thonë, komplet vllaznia? Komplet, i na 18 antarë familjes. Ketë mirë me qitë punë. Ketë mirë me qitë punë. Që me familje gjithmonë e keni mbizotru punën bashkë? Po. A ka pas në herë dallime mes juve? Jo, shqyqyrë në të këtë moment, jo. Sa antarë familjes jeni? Najna 18. 18 antarë familjes. A jetoni krejt bashkë me një shtëpi? Po, krejt bashkë jetë. Pra, ju jetoni bashkallak sikur në kone më hershme, sepse tash po djetë se ndohen në shtëpia në vete. Për juve qësh është jeta me jetu ende bashkë? Valloj, na e qojmë shumë mirë në vllazninë me zveti edhe jeton shumë e mirë. Nuk keni probleme? Jo. Unë jam kryetari. Ma shkurë ju hasi i qasaj isi në familjes, po mirë. Nuk... Sa e keni të fshirë për me menagju krejta sanët bashkë? A keni probleme? Po i qërë, ma e s'ka shpici se ka një problem, ka pak, po mirë është që masi po na... Një mujnë e po na ngujnë, mirë është. A i dalë në herë në qytet për me jetu, për me u largu prej Jezercit, për me jetu një jetë ndryshe? Unë e ju. Jo? Unë personalisht ju. Pse? Unë sen raj Jezercit, në kërgjë. Se, ku unë kam tuk poshtë, kam shpijat, i ku maru poshtë, i ku maru shpijat monasterës, po ju unë nuk e në shaj. Nuk e shaj smini atu, i kom qunë shkolla, a unë nuk e në shaj venjin. Doni me jetu një zërës? Ja, unë qëto kam me jetu, qëto kam me vdek, qëto kretë, njërat kam me bo. Se e armja nuk është e keqe, është e mirë. Tash janë këthy, janë mush villa këto, tash e kanë kaluat shifrën që janë konë 330 shpi, tash janë bot 600 e dishka villa. Me villa me këtë. Ofër 20 restoran ta janë në fshatin Jezerc. Sa më nëtë me thushu për shumë nëse i merë dhe i grumbullon gjitha baktit që i ki, gjitha gjatë, le të thejme, sa duhet me qenë vlera atyre? Po i valloj, tash e shifrën sënsh me... Mesatarisht? Mesatarisht, sënsh të leushme me asi, po nuk është e keqe. Nuk ta vynë me doli jashtë. Që po ikin ta tre, tas nuk ta vinë me shku në dërte. Nuk ta vinë, kjo është shumë e mirë. është pak punë asi, po kjo është të bjenë. Përfitimin ta bjenë të mirë. Në më thonë nuk ja vlen me lëshu fshatën Jezerc, nëse veç mirë është me bujësi për me dalë në qytet? Ja, nuk ja vlen.
Nuk ja vlen. As për me dalë në gurbet? Jo, çfarë. Mirë është. Qatarë me çka punon në gurbet, këtu në nxerr shumë ma shumë. Shumë ma shumë, mja kushtu. Po që ja kushton, së në nxerr, as në gurbet, as këto. Po nëse veç nuk mirën me bujtësi, për shembull njerëzit të rritë që dalin jashtë, me çka ja vlen tjetër mu marrë në Kosovë për mos me dalë jashtë? Me tanët ja vlen. Mos u mash me bujtësi, mirë me ora, mirë me sera. Me këtë mënyrat unë është më marrë. S'ketë tash jenë të lypë në trek. Po, që di tash. A mundet me nxjerrë një rrogë zitrës, për shembull, një iri barabart me këta tjezirë, si që me bujtësi që shë bëni jo? Po. Mundet me nxjerrë? Mundet. Dhe më thonë, kemi të bëjmë me një shumë mbi 2.000 euro. Po, mund është me nxjerrë. Bile më të mirë. Nëse veç e shojme ashtu, pra pja vleka me orë me jetu në fshat, se sa me nejtë qytet. Po i qysh nuk ja vlen, tash masi popli nuk pëjdojnë kërkush këtu gjonë shumë, tash i pëjdojnë ma shumë. Mas ke që jemë për rrimë, që 3-4 hekë nga bëhen kes, nuk vinë me në rrugë. Unë është rëzik e shtolla, e gjonë, që bande shtylla. Kjo është rëzik për juve, a e keni lajmëru këta në komunë? Po, e kena lajmëru në komunë në keke, si kur gjonë. Na e kena vënu shtyllë, mas luftës. Na, edhe që, qysho, si tash nuk vje kush më marë. Bjena e këputët që gjonja kalujnë, qetë, gjinja, rrima, kjo në tension, këtë mytë. Kjo është pra një pjesë e fështirë që ju muni me na gjuktu, se është pak rrezikshme. Po shumë e rrezikshme është kjo. Shumë, na që do me pej shpijës, na do të me hopa, së të me këshirë që territor. Që territor. Se kjo ndodhë, që këto kërë këputë. Që këto kërë këputë tili, ka jo, kjo këputë para luftës. Para luftës i ka mytë 200 qëto. Prej para luftës kjo nuk u ndreqë? Ja, nuk u ndreqë kjo më kërë, edhe këto i ka mytë 200. Në atë ku, regjimi Milošević më shkurti, atëherë, po ka ordi ka pagu. Qatë, i ka pagu. E na, pi a bojmë e dje, si komunës, si keki, që mas e bebe punën më nasi. Qërë, kjo është rrezik, nuk di. është rrezik për juve. Nuk di shka me atë. A që ta lip të regom, do më thonë, ju thatë më hejre që jetoni 18 antarë në familje. Jeton me vllazën? Me vllazën. Të regom qysh e menagjon jetën e juve? Jeni të dytë të martum, keni fëmijë? 3, po. Qysh e menagjon jetën e juve? A e qoni mirë me vllazni? Shumë mirë. Shumë, mas më konë me që mirë na ishmi do. E gratë e juve qysh i kanë punë me zete? Po i vëllë, e gratë mirë i kanë. Mirë i kanë. Mirë, këtë e punojnë, e kanë atë punë të vetë atë dome, e punojnë mirë. A ju ka shku në herë menje, për shambull, a i ka shku në menje grus tani me dojnë në herë në qytet me jetu? A të ka thonë një herë diqka? Po i qënë me, unë të kalzova na i keni marru shpijat poshtë. Po. Edhe i qëjmë gratë e thminja janë poshtë. Shumë që na e rrimë e granë, sa më ne bo do buke dhe si. Po prapë se prapë këthejnë në katon? Po në katon, na se në shumë katonin, unë se në shëj për viti. E qka nëse gruja të thatë po du burë me dollë në qytet me jetu? Në del. A, veç ajo në del? Në del e ka thminë, në del. Në del. Mas kamerave krejnë fillim kur erdhëm që të pyta për jetën këtu, më thaj që grujen e ki prej shehret. Po për shehret, prej gadimës. Prej gadimës, prej shehret, për zone a ka orë në katon me jetu. Po. So ka në fështirë me bindë për me orë në katon me jetu. Po jo, nuk o konë e shtirë se... A i ke thonë që e kina këtë jetë në luks. Po i kem kazu pak për villa. Për atë, edhe e kem mashtru pak. Do me thonë me villa e keni mashtru? Po e kena mashtru pak me villa, që po vinë të kamosit, po blenë villa, po asi që... Edhe tani... Ajo ka menu që garantë dhe ti e kina i farë villa? Një farë villa e ka qështu. Po ja, mirë. E tash që masanaj që e ka po realitetin, qyshe nole? Ja, tash i... Ja, mirë, valoj, mirë, shumë, se po bëjmë pak me familje shumë mire që. Shumë, për stepri. Po mjenë shumë mirë, se është e fështirë në kohën e sotit, a gjata let me jetu 18 antarë me një familje. Po në gjërë, në të kalzet rejtë, unë ja ku marru dhe shpijet, po nuk duj. Unë shpesh e thamë, ka orë vokti mo, me dorë si të një shpijet, po nuk duj.
Për shka të dugu. Ti ku ke boj, Kajla Xhatalep me hek, me largua. Me qik, palasi, po jo, kanë, si. Mirë, bere qatë vespe për e njës mirë është. Xhatalep, faleminderit shumë. Faleminderit për kohën, edhe shpresojna që me një të ardhme të afërt, jo krejt njerëzit kanë me lëshu fshatin, sepse edhe këtu ka jetë. Ho jetë, ka. Më laj, por që ata shka kanë shumë, nuk thejën. S'ka mundësi më ata. S'ka mundësi me blejt tukën e vetë më. Në kohë, po. Faleminderit shumë Xhatalep. Faleminderit se për juve.